Paraqitja e provave shkresore të SPAK në gjyqin ndaj të pandehurve të dosjes Plumbi Art në gjykatën e posaçme u shoqërua me përplasje të forta mes prokurorëve dhe avokatëve të pandehurit Altin Ndoci. Mbrojtësit e Ndocit, që u arratis nga spitali i Durrësit një muaj më parë, pretenduan se SPAK po fshihte provat. Duke ju drejtuar gjykatës, ata kërkuan që prokuroria t'ju vendoste në dispozicion si ditë e ardhura nga autoritetet franceze me komunikimet Sky ICC të referuara në dosje. Me gjithë dëshirën e mirë për të besuar prokurorin, ne kemi të drejtën që t'i verifikojmë dhe të ndjekim kontradiktorialitetin, jo të sillen emailet me një shtet. Ne duam konkretisht provën, tha avokatja Elda Zotaj. Me stonesh të larta, kolegu i saj në mbrojtjen e Ndocit, Aldo Shkëmbi, shprehu habi përse nuk ishin sjellë në proces akte ekspertimet e telefonëve të penduarit Nuredin Dumani. Pse nuk janë sjellë? Se jeni bërë si telenovel turke, s'po marrin vesh ç'po ndodh. Jam duke folur për veprimet hetimore të kryera. Unë kam të drejtë të kërkoj provat, tha Shkëmbi. Pretendimet e avokatëve u mohuan nga prokurori Beher Dibra, ndërsa avokatja Zotaj replikoi: "Po i keni fshehur, pse si sjell provat apo ke frikë se je brenda? Nëse s'ke gjë për të fshehur, sill provat." Më herët prokurorët e çështjes listuan provat shkresore nga letërporositë franceze me bisedat në Sky ICC mes të pandehurve, tek identifikimet e kodeve PIN të përdorura prej tyre, bisedat ku flitet për një sër ngjarjesh kriminale për të cilët akuzohen të pandehurit, e deri tek procesverbalet e deklarimeve të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, Nuredin Dumani, Erion Alibej dhe Skerdi Tasi.